Etika përcakton elementet themelore për mirëqenien e njeriut dhe jep parimet që do të përdoren si udhërrëfyes për lindjen e një kulture etike. Etika gjithashtu i referohet vlerave të veçanta, standardeve, rregullave dhe marrëveshjeve që njerëzit vendosin gjatë veprimtarisë së tyre jetësore. Etika më gjerësisht është studimi i sjelljes njerëzore dhe pasojave të saj. Sociologët i studiojnë zakonet apo moralin e një shoqërie për të përcaktuar se çfarë efekti do të kenë mbi njerëzit nëse ato merren si standarde universale. Shoqëria njerëzore bën një luftë të gjatë zhvillimi për të arritur atë që quhet urtësia etike. Pasi nga gabimet dhe gjykimet, shoqëritë mësojnë se si të krijojnë marrëdhënie njerëzore dhe rriten reciprokisht. Ndërsa etika në politikë është më specifike. Politikanët luajnë një rol kyç në formulimin e alternativave se si duhet ushtrohet pushteti publik për të mirën e komunitetit që i shërbejnë dhe të mbajnë premtimet e bëra përpara elektoratit. Edhe zgjedhjet në fakt janë thelbësisht etike. Madje edhe jeta politike është plot me zgjedhje etike që duhet të jenë subjekt i një tradite të vendosur sipas udhëzimeve të qarta etike. Mirë po ka raste kur tensionet politike shoqërohen edhe me tensione etike, të cilat shfaqen në kushtet e presionit të një procesi që mund të vërë në lojë dilemën, nëse i kemi dhënë ne si publik dikujt votën për të kryer detyrën publike dhe për të siguruar reformat nga të cilat përfton publiku, apo duhet të kishim njohur më parë dhe etikën apo integritetin moral të tyre, pra të kishim qartësi më të madhe për kodet etike nga të cilat çorroditet shoqëria. Për më tepër, kur thyen kodet e etikës në parlament, kjo vazhdon edhe jashtë në shoqëri dhe transmetohet më keq te fëmijët. Sjellja e parlamentarëve shqiptar në sy të publikut në seancat e fundit lë shumë për të dëshiruar. Kjo u bë objekt diskutimesh në të gjithë shoqërinë shqiptare. Replikat Rama Berisha apo Anasjeltas më 20 mars 2014 jo vetëm që ishin provokative, por dhe tërësisht banale. Të dy ranë në grackën provokative të njëri tjetrit dhe lanë të zhgënjur nga kodi i ulët etik pa përjashtim të majtë dhe të djathtë. Madje qytetarët e Vlorës e dënonin këtë sjellje për të dy anët e politikës, duke thënë se populli ynë nuk e meriton sjelljen e tyre brutale dhe pa principe. Po le t'i dëgjojmë qytetarët me zërin e tyre. Të gjithë ata që janë në parlament të kulturuar janë, por janë të paedukuar. Dhe këtë, unë nuk jam për atë për shembull që ti të ofendosh dhe unë ta kthej me të njëjtën monedhë. Përse duhet ta kthej me të njëjtën monedhë? Heshtja është ka pak floriri. Më mirë hesht në ato momente, shumëzoje me zero kundërshtarin, se sa të flasësh. Se sa për kultur kanë të gjithë. Që nga Berisha e tek më i vogli. Se ata që militojnë në parlament atje, të gjithë janë të kulturuar, të shkolluar, me shkolla jashtë shtetit, me 2-3 universitete. Por kultura është tjetër dhe edukata është tjetër. Prandaj unë jam me këtë, kundërshtarit mos ju përgjigj me të njëjtën monedhë. Heshtja jote e shumëzon atë me zero në çdo drejtim. Sepse kjo ndikon në familjet tona, ku ata janë orë dhe minutë të pranishëm. Janë të pranishëm në shtëpitë tona. Dhe me që janë të pranishëm, duhet të japin një edukat të papar. Nuk ka pse të përdorin fjalor të keq. Ka dhe njerëz shumë pozitiv në parlament. Nuk mund t'i përmbledhim që të gjithë. Ka shumë njerëz pozitiv që nuk përdorin fjalor të keq. Ja, mund më thuash ta pozitivët? Për shembull, edhe pse Lulzim Bashën unë e kam kundërshtar të ideologjisë time, nuk është në ideologjinë time, nuk e kam para të djalë që të përdori në një edukat të keqe. Nuk kam parë në gojën e tij fjalor të keq deri tani. Përse mos ta kundërshtosh politikanin me argumenta? Për shembull, Edi Rama është njeri shumë i kompletuar. Një publicist i shquar për mua, i kompletuar në çdo drejtim. Përse të vihet në një, ata ndoshta e provokojnë. Përse të bie në preun e tyre si çrak të radhë? Në asnjë mënyrë nuk duhet të biesh në preun e tjetrit. Përse? Me gjitha të kulturë, me gjitha të zgjuarësi që ka. Unë e kuptoj në çfarë e thana mund të ndodhet. Ai shtrëngon grushtet fort, mundohet që të mos i përgjigjet. Por unë them që duhet triumfoj pozitivja, jo negativja. Nuk janë njerëz, ka ky është mendimi im. Big Brother i degeneruar janë ata, dyshi. Ndikon për të keq edhe në familjet e tjera, dhe sidomos te politikanët, një fjalor i tillë është jashtëzakonisht e rëndë. Thonë, qoftë nga një palë, qoftë nga pala tjetër. Kështu që çdo të bëhet tek më poshtë tek ne, kështu që duhet të përmirësohet se s'bën ai fjalor. Tregon kulturë të ulët apo Po tani kulturë të ulët tregon sepse një politikan, një kryeministër, ish kryeministër,
apo edhe më poshtë të përdorin fjalore të tillë, ç'pun kam unë me familje, mirë, atje do kritikojnë, do bëjmë një tjetrin, po në familje s'ka pse të futet njëri. Si e ke këtë, si e ke patur atë. Për etikën posë Hoxhi Berisha nga parlamenti jo në vej poshtë e poshtë. Ai ka mbetur një njeri pak zandur. Një njeri që vetëm ditë shajë dhe të ofendoj. Mirë, unë e kuptoj që ju keni këtë ide. E zëm se ju më shani mua, po unë që ju të përgjigje me të njëjtën monedhë, çfarë mund t'jem? Po detyrohet njeriu të përgjigjet. Bërnot duke sharë njëri tjetrin. Duke sharë nga gratë, nga motrat, nga të tëra. E tërë që të thua tjetër. Këtë punë e kanë zanatët, nuk shpuna se bëjnë atë profesion kanë. Mendon se politika bet me këtë sjellje? Po si ka mundësi të bëhet politika me këtë sjellje? Nëse në imërziti atje do ketë do një që mbetje në një gjep, nëse jo të shash nga ropë të shpisë, nga të gjitha, ajo nuk është, përse është politika jo. Ajo është politikë për të harruar neve gjërat e tjera, që të merremi me ato. Për të mbushur gazetat, për neve të heqim vëmendjen nga buka, nga puna, nga gjitha, edhe ata shahen. Pastaj kërkojnë të takohen e të puthen e të nduken si janë ndukur, janë puthur, edhe kaq. Moralin parlament ishte shumë keq. Prandaj thash do flas për vetëm për Edin që e duroj Sali Berishën me ato fyerje shumë të rënda. Po mirë, Saliu e provokoi, a duhet ta kthente edhe ky? E po tani nerva janë të themi dhe atë që është. S'duaj, nerva janë. Më duket shumë keq. Për arsye se ata janë njerëzit që janë zgjedhur nga populli nga më të mirët. E të dëgjosh ato kyfyre që bën Sali Berisha bashkë me Edi Ramën, është turp i madh. Nuk mund ta bëj askush atë. Pse nuk i takon se ti bëj. Çfarë zgjidhin me këtë? Ata vetëm rëndojnë popullin me këto probleme. Nuk është as pak e drejtë për mua. Kundërshtoj shumë çka s'ka ku të bëjmë ne. Edhe ata si njerëz për mua janë kot që rrin aty. Populli ata duhet i heqi. Qoftë Edi Ramë, që unë i majt jam. E nuk heq dorë nga majta. Por ama edhe këto veprime që i bëjnë këta nuk është e drejtë. Gjua e përdorur vajza ime është shumë e keqe. Nuk nderon as ata, as ne si popull dhe edhe ndërkombëtarët nuk të përkrajnë me këtë gjuhë. Gjua është shumë e keqe. Ata të gjejnë gjuhën, të ulen, tavolinë, hajde çka ke ti, çka ka mund të gjejnë të eci përpara popullit, se duke mbajtur këtë qendrim ata ne humbje kemi si popull. Mirë, po tek ndonjë politikan qoftë në parlament, qoftë jashtë parlamentit, a shikoni pozitivitet? Nuk shikoj fare asnjë pozitiv. Për mua, s'ka asgjë. Gjua e përdorur është shumë e poshtër, po ta them edhe një herë, nuk ka gjuhë më të keqe. Do me thënë, ju mendoni që njerëzit që arrin të sillen kështu, sillen me të tjerët dhe më keq akoma? Po kur sillet ai kështu në parlament që populli e ka më të besuarin, shpret pasaj për mua që unë jam një njeri i thjeshtë, jam si atje, jam politikan. Ajo nuk është etiketë e mirë, është shumë e keq. Bile edhe kryetari i parlamentit për mua ka gabim. Pse? Në qoftë se ka ligj atje, ka rregullore që këta njerëz që flasin kështu duhet dënuar, ti nxjerr garda për jashtë ose ti dënoj të mos vi çka që kon në parlament. Edhe kryeministri i vendit? Edhe kryeministri ka gabim për mua. Edhe kryeministri ta nxjerr garda? Po ta nxjerr që ç'kemë atë punë, se çfarë është, ai njeri është. A është ligji një lloj për të gjithë? Të përgjigjen, nëse ai prish etiketën në parlament. Dil për jashtë, s'del, ta marr gardat për krau ta nxjerr jashtë. Po ç'a do të them unë, ata ashtu e kanë gjoja sikur zien me njëri tjetrin, po ata janë si gjithë me Po fjalët që përdorin. O, më keq. Më keq. Kur përdorin ata, hajde me det për neve, që jemi Sarikom, apo jo? Është turp, llafet më të poshta që do mos ata që janë në parlament, janë koka. Edhe tamam në mënyrë arrogace, fare. Si ndikon tek fëmijët? Shumë keq. Kur janë ata janë prindët të tërë. Ata janë prindët. Kur bëjmë prindi ashtu edhe koka që janë atje për të ashtu, vajall pasaj për fëmijët. Populli i gjithë i zgënjur është. Unë jam një qytetar i nderuar, jam veteran i luftës antifashiste. Njerëzit që kryesojnë udhëheqjen në shtetin ton janë të gjithë të shkolluar me universitete dhe shumë të mendshëm. Por mendje nuk e kanë në vend. U ka lëvizur sepse ato komunikime që bëjnë njëri me tjetrin që janë të palejueshme nuk e kënaqin popullin ton. Kur i dëgjon, janë shumë të pakënaqur dhe të dëshpëruar. Prandaj unë e kishilloj të gjithë njerëzit e zgjedhur të mendojnë për popullin ton, jo për interesat e tyre personale,
se kush do ta fitoj betejën. Bukur shumë. Janë aq të edukuar sa që nuk lënë fjalë pa thënë nga ato që nuk e vlejnë t'i dëgjoj popullit. Janë të tillë që mashtrojnë njëri tjetrin sa ta rjepin këtë vend, këtë popull. Sa ta rjepin këtë popull. Europën kanë filluar me të gjitha që në vitet 90 deri tani nuk shikojmë ndonjë ndryshim. Etika mungon tek të gjitha palët, sidomos tek Sali Berisha. Ka munguar. Edhe nuk ka për t'u edukuar. Është e vështirë. Ju thoni që mungonte Sali Berisha, pala tjetër duhet të përgjigjet me të njëjtë monedhë? Jo. Edhe ata duhet të jenë sa më të kujdesshëm nëse duan të vazhdojnë të paktën për veten e tyre, jo për popullin, se për popullin është e vështirë për ta prurë në gjendje. Se kush i hëngri parat dhe kush e futi në kreditim kaq të madh, kombin nuk e di. Ata ta bëjnë analizë vetë, se ne edhe ta dim, nuk kemi ç'a bëjmë.